Direkte, deri sot kemi pas një baba të futbollit është quajtur Ismet Baba, por nga sot tashme kemi Franco Baben. A jemi okay, Ismet? Maksimal. Ismet, po na dëgjon? Ta pas ka marrë punën se duket Ismeti bleno. Mirë po këna po zoni për shkontra. Ismet, apo na E dëgjon? gjëson kriteret Ismeti? Ta pas e marrë profesionin. A e plotëson kriteret ajo? Nuk e di nëse po na dëgjon Ismeti, rutëm regjia. Ismet, po na dëgjon? Në njëtë se kova. Ismet, apo na dëgjon tani? Po ndëgjohemi tash. Ismet, e thash nga sot ke qenë baba i futbollit Kosovës, por nga sot tashme nuk je është Franco Baba. Me shumë knasi ja dorëzoj postin veç që thot kryeministër qiti pare. Prit me Ismet mos nguti se ka kohë nesër e ditë pune. Ismet, ku ndodhesh në Prizrena në Prishtinë? Ku është festa? Në Prizrena në Prishtinë. Festa është Prizren. Festa është Prizren. Ismet, cilat ishin emocionet e kësaj fitore të madhe të kundërtarës së Kosovës? Si e pave këtë ndeshje? Ndeshja lujtëm shumë mirë, përjashtu ato ndërprerjet, do me thonë që nuk ishim në ndërprerje, nuk ishim shumë sigurt edhe i modëm 2 golla shumë të lirë. Për ndryshe ndeshja ishte fantastike, djemët e tonë ishin sot fantastik. Treneri me të vërtet, treneri nga ka stabilizu shumë, edhe me të vërtet e meriton epitetin e meretit, nëse mund të thamë lirisht. Ismet, cilat janë pritshmëritë e tua për ndeshjen e ardhshme? E shë Kosovën drejt botrorit, me atë se çka kishim rastin ta shohim sonte në fushë? Na kemi arrit suksesin fantastik edhe me thonë drejten tash ta festojmë sot një herë edhe pastaj të bomi gati me Turqin, po deri këtu do me thonë që kemi ardhë, kjo është diçka fantastike që kemi bo. Është një sukses shumë i madhë, pavarësisht ndeshjes me Turqin, ne ndeshje me Turqin kemi mundësi me realizu ëndrën, po deri këtu është sukses shumë i madhë. Po, mirë Ismet, te Shqipëria shumë shkurt Arber Hoxha shënoi gol, por kjo nuk i mjaftoi Shqipërisë, e cila humbi ndaj polonezëve tashmë Silvinho, mes shumë kritikave për formacionin startues, ku shumë futbollistë që kanë minuta nuk janë aktivizuar. Po ta kish pas Shqipnia dhe lejtarin tem dytë edhe Mirlin Daku i kish kvalifiku, kështu veç që Arber Hoxha s'ka mjaftu, do me thonë. Ta kish pas edhe Mirlindit,